Dhe përfitoj nga rasti që shpreh kënaqësinë time për faktin që edhe në vendin fqinj gjërat po marrin një drejtim normal dhe më vjen shumë mirë që ne kemi dhënë një shembull fantastik si Parti Socialiste, si qeveri e Partisë Socialiste, që një komuniteti të vogël, komuniteti në një numër banorësh shumë të vogël për të qenë një bashkim vete, i kemi njohur të drejtën të jenë një bashkim vete, sepse respektojmë faktin që janë si ne dhe të ndryshëm nga ne. Respektojmë faktin që janë një familje e vogël maqedonasish që i kemi mes nesh dhe duke dhënë shembullin se i respektojmë njësoj sikur të ishin pjesë e jona, i tregojmë edhe fqinjve tanë që për kaq pak njerëz tuajt këtu, ne shprehim respekt njësoj si për njerëzit tanë. Po për kaq shumë njerëz tanët atje, ju ç'a bëni? Sepse shqiptarët në Maqedoni nuk janë pakic, janë entitet shtetformues.